Për gjithë çfarë ndodhi sot në Kuvendin e Shqipërisë, kam kënaqësinë që të kem në një komunikim të shkurtër të drejtë për drejtë në vazhdim deputetin e Partisë Demokratike, zotin Nigli Cara. Zoti Cara, përshëndetje, faleminderit që gjetët kohë, duke u bërë gati deri në momentin e fundit se ju pam që ishit edhe në seancë, kështu që vlerësojmë që jeni me ne. Fillimisht, si u duken përgjigjet e Dumanit, ju hoqi në një farë mënyrë dyshimet që ka Partia Demokratike në lidhje me një sër çështjes dhe hetimesh të nxehta përgjigjet e Kerutës Pak nga foltorja Kuvendit? Nuk e di jam në linjë. Jemi në linjë, të dëgjojmë shumë mirë, kështu që përgjigja vazhdon. Po. Atëherë kjo është një ditë në seancë gjatë. Sot jam për raportim të gjithë institucionet e pavarura të drejtësisë, duke filluar nga Prokuroria e Përgjithshme, Spaku, Kolegji i Gjykatave, gjithashtu dhe ILD-ja. Atëherë, për sa i përket pyetjes së drejtë për drejtë që u bë, do thoya që përgjigjet ishin ato që prisim. Ne në fakt kërkuam një tjetër procedurë me zotin Dumani dhe një procedurë në fakt që zbatohet në të gjithë vendet parlamentare europiane. Kërkuam që pyetjet deputetët të bëjnë vetë, sepse edhe pyetja në momentin që bëhet nga secili deputet merr dhe një konotacion të vërtetë dhe deputetale dhe çdo pyetje donte një parashtrim. Nëse do pikoni dhe pyetjet në mënyrën se si komentonte zoti Dumani, duket sikur ishin pyetjes një pyetje e cila nuk ishte nerv, nuk ishte parëndësinë e duhur, thoni ju. Një parëndësinë e duhur. Edhe me thënë të drejtën, unë nuk nga natyra nuk jam një lidh, unë nuk jam nga ato që mohoj çdo punë që është bërë, por gjithsesi unë besoj që zoti Dumani ju shfang pyetjeve kryesore, të cilat opozita bën. Nuk u përgjigj fare përse takota që u krijuan në kohë që kryesore nga zoti Dumani, pra nga Spaku, se ku përmend zoti Dumani, do të kemi parasysh që kemi fjalën për institucionin e tij. Absolutisht, po. Padyshim, pra nuk e kemi personale, kemi me institucionin. Se nuk pati asnjë rezultat. Ndryshe nga raporti ose bëjë dje, që tani më dihet nga gjithë shqiptarët, konstatohet që zgjedhjet në Shqipëri ishin të pabarabarta, ishim ndërhyrje të njëanshme të administratës, gjithashtu bën gjithashtu shpenzime të palishme gjatë periudhës fushatës së tjera me radhë. Të ditërit u pa nga pak vëzhgues ose BJD që ishin në Shqipëri dhe nuk u pa nga gjithë ajo armatë e tërë, të cilët paguan nga taksapaguesit shqiptar, duke filluar nga Spaku, nga policia, nga prokuroria, nuk u pan gjithë të shkelje që raporti i SBE o djerit evidentoi. Dhe në këtë çast duhet të them, a ka gjë më të rëndësishme pikërisht aty ku fillon pikërisht demokracia, pikërisht pushteti i votës. Dhe atë gjë të cilën ne e kërkojmë pikërisht nga drejtësia, sepse opozita nuk ka mundësi që të vërtetojë, sepse ne nuk kemi organe të tilla që të vërtetojnë pikërisht ato shkelje që kërkojmë. Duhet të kuptojmë një gjë që ne jemi një republikë parlamentare. Dhe duke qenë republikë parlamentare, çdo institucion i pavarur bëron pikërisht nga parlamenti. Dhe këto janë institucione që vinë dhe raportojnë në parlament dhe nuk është një detyrë rutinë që thjesht po ikëm dhe themi çfarë fjali. Por megjithatë duhet marrim vetë përgjegjësi për atë çfarë thënë. Dhe megjithatë nga vetë institucionet e pavarura sot duhet të thonin po. Nuk ka asgjë të keqe që të kemi edhe një lloj mundësie dhe replikimi. Sepse kur thash në fillim të herës se të gjithë parlamentet evropiane i jepet të drejta deputetit që të bëjë vetë pyetjet dhe mbrapa të ketë një 2 minutë tjetër diskutim, pyetje në vazhdim apo pse jo dhe koment. Pikërisht këto gjëra të bëjnë të mendoj që i gjithë parlamentet shërben shpeshherë si një kopertur për të mbyllur çështjet nga magjoranta dhe ju keni parë që 8 seancat e fundit ishin 8 të ndërprerë, ne akoma nuk kemi pasur mundësinë të diskutojmë. Gjithsesi, sot besoj që u arrit diçka, se të paktën ne po na jepet mundësia sot që të diskutojmë, pavarësisht pyetjeve të bëra të përgjigjura në mënyrë të përgjithshme dhe të institucionit, gjithsesi pak është do ta thuaj diçka më mirë se ç'ishte më parë. A mund të kishte një cilësi më të mirë, zoti Cara, po ndërhyjse nga që kemi jo shumë minuta në dispozicion dhe duhet që sigurisht keni drejtën e përgjigjeve, po duhet bërë në një pyetje. Për shembull, mund të kishte një rakordim më të mirë dhe të kishte pyetje në një farë mënyre se një pjesë e madhe dukeshin si paragjykime dhe si opinione personale, pavarësisht se ju patjetër keni të drejtën tuaj të bëni edhe një qendrim politik. Po duke qenë se siç e thatë ju kishit krijuar në strukturës posaçme antikorrupsion, duhet të ishit përgatitur më herët që pyetjet të kishin në ndonjë fakt, në një argument brenda apo të tilla ishin. Ju do të pyetje dhe normalisht jeni, si të thuash, në drejtën tuaj, por duhet kemi parasysh. Prandaj tha që duhet të lexohemi vetë nga deputetët, sepse gjitha pyetjet
nuk lexoj nga zoti Dumani parashtrimi pse po bëhet pyetja. Sepse para çdo pyetje ne kishim çdo deputet ka dhe një parathënie. Sepse po bëhet. Pra, por nuk themi që pse nuk është bërë hetim për zgjedhjet, çdo pyetje ka dhe parashtrim ku thotë, për shembull në këtë rast, raporti së BE-dit konstatoi 1, 2, 3, apo filan institucion kishte këtë konstatim, pse ju nuk e keni. Pra, ishin dhe me fakte dhe me numra. Në momentin ne do të kalojmë më vonë, ju do të shihni shpesh para pyetjet nuk lexohen pikërisht nga drejtuesi i institucionit. Dhe kjo me gjitha nuk është e qartë për publikun dhe ju edhe për ju nuk pas ka qenë e qartë, sepse pikërisht ka ndodhur ky fenomen që u tha, sepse ju nuk keni para pyetjen. Çdo pyetje para se të bëhet fillim një koment i shkurtër, pse po shkojmë te këtë pyetje. Po sa ditë do duheshin për ta mbajtur Dumanin aty pastaj zoti Cara, se 60 deputet, llogaritë sa bëhet pyetja. Ja, një sekond. Parashtrimet nuk janë më tepër se 2-3 fjali dhe mbi të gjitha, ne sot bëm një debat rreth 4 orë, pikërisht për të zgjidhur këtë element. Këto 4 orë, po t'i pjestosh në minuta, do t'dinë dhe do të tepronë dhe do të fillon akoma më shpejt, do të këshimetur akoma më tek. Zoti Cara, flasim për një çështje tjetër që ka të bëjë në fakt me raportin e OSBE-dit për zgjedhjet, sepse në një farë mënyrë dëgjuam pak në transmetim të drejtë për drejtë edhe se çfarë thanë më pas deputetët pas përgjigjeve të Dumanit, kështu që janë të qartë besoj edhe teleshikuesit se si u duken ju ato përgjigje. Por çfarë do të bëni tani që keni raportin e OSBE-dit në dorë dhe a e zhvesh ky raport Partinë Demokratike nga çdo përgjegjësi, nga humbja 11 majit në këndvështrimin tuaj? Jo vetëm që nuk e zhvesh, por përkundër. Atëherë raporti të BE-dit, pavarësisht se në çdo mënyrë që ta lexosh ka një rresht i cili nuk është përdorur kur në 34 vite që e bën këtë. Ato thuhet shprehimisht që zgjedhjet u zhvilluan në kushte të pabarabarta. Kaq mjafton për të rrëzuar zgjedhjet. Që do të thotë, partia në pushtet ishte avantazhuar në shumë drejtime. Dhe mbi të gjitha përdoret të gjitha setet publike, kapitalin njerëzor të administratës, presionin, patronazhimin, bandat, të derën e votës, të gjitha këto elementë janë të pasuruar në raport. Tani ju mos prisni se OSBE-dit janë organizata të cilat nuk thonë që vendosin janë apo jo zgjedhjet për pranimin e zgjedhjeve. Ato konstatojnë pikërisht probleme. Dhe këto probleme janë të konstatuara qartë në raportin e OSBE-dit. Në thonë një rast, në to 34 vite është përdorur pikërisht këto fjalësh. Zgjedhjet u zhvilluan në mënyrë pabarabartë. Nuk ishte konkret. Në këtë moment zgjedhjet kanë rënë. Nëse ju do të thoni që me Iglicarën deputetin po jemi sërish, po. Se pati një shkëputje të vogël, po tani ju dëgjojmë, po. Okej. Pra, në këtë rast do të thoja që jo vetëm që nuk e zhvesh Partinë Demokratike, por mbi të gjitha na jep të gjithë mundësinë për të shpjeguar të gjithë shqiptarëve që këto zgjedhje nuk janë të pranuara. A do të bëni analizë, zoti Cara, në Partinë Demokratike? Patjetër, kjo është detyrim statutor i Partisë Demokratike për të bërë një analizë, sidomos tani më që raporti së BE-dit doli, pa diskutim që ne do të bëjmë një analizë, do të nxjerrim vetë problemet tona, se duhet të thënë që ne kemi problemet tona si forcë politike. Kuptohet që këto të ndikuar dhe nga kjo mazhorancë në këto vite, në problemet që ka pasur brenda saj Partia Demokratike, nuk duhet harruar ai katëvjeçar i cili Partia Demokratike ka funksionuar pa vull, apo jo dhe pa firmë, dhe ju jeni dëshmitar për këtyre 4 viteve. Kuptohet që sesi kjo nuk duhet na bëjë qeraman, ne duhet të kthehemi pikërisht në atë misionin mbi të gjitha për të mbrojtur votën e qytetarëve, por mbi të gjitha për të bërë një forcë politike e cila duhet të udhëheqë Shqipërinë. Dhe kjo na nxjerr përpara disa detyra pa diskutim që do të bëhet një betejë parlamentare. E kam thënë edhe më parë këtë gjë, por mbi të gjitha duhet të presim në terren pikërisht me problemet që sot kanë qytetarët shqiptarë. Nuk mjafton vetëm denoncimi, por duhen të zgjedhjet pikërisht në çdo zonë të Shqipërisë. Në komunikimin e fundit që kemi patur së bashku, ju më thatë që tani po e dëgjoj nga ju mund drejtuat mua faktin që Sali Berisha do të kandidojë edhe në vitin 2026 për të marrë drejtimin e partisë. Tani që diçka të tillë ka bërë publike edhe në një dalje që pati këto 2-3 ditët e fundit. Si antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, e mbështesni rikandidimin e tij, zoti Cara? Por
Në shtesë të kësaj qëtat, edhe në atë kohë ju kanë thënë shprehje mi që është drejtë e gjithë të cilit që në ambitin gjithë të cilit që të konkuroj për të drejtuar për çdo postë në Partinë Demokratike dhe mbi të gjitha për të drejtuar Partinë Demokratike. Pra, pa diskutim do ja lejmë procesit të votimit të çfarë do të ndodhi, por askush nuk ka të drejtën doktor Berisës që të kandidojë në zgjedhëtarë. Pra, ju nuk e keni votën publike pro ti në këtë moment që unë po ju pyes? Pa diskutim, kur do të shprehemi pikërisht momentin që do të bëhet zyrtare. Dhe në atë moment, pa diskutim, ai ka shprehur ambicin që do të jetë në garë, por akoma nuk kanë shpallur as procedura dhe nuk është bërë zyrtarisht. Sot u ngritën edhe 2 komisione, komisioni për reformën zgjedhore dhe gjithashtu për atë territoriale. Sa i takon zgjedhores, shumë i rëndësishëm dhe ju thoni, ju keni qenë ndër të parë që sapo zhvilluan zgjedhjet thatë që opozita duhet të angazhohet në mënyrë që në procesin tjetër kur do qoftë të mos futemi me këtë kod zgjedhor i cili sipas jush e ka dëmtuar shumë opozitën, sidomos në numra në raport me votat që ka marrë. Do të e mbështesni propozimin në qoftë se do të jetë sërish Oer Byllykbashi zoti Cara si bashkëdrejtuesi i Komisionit për Reformën? Çfarë emrash do të çoni ju atje? Atëherë emrat nuk janë përcaktuar, ne sot votuan pikërisht në konsensus të plotë të dyja projektet, si për reformën zgjedhore, si për Komisionin e posaçëm për reformën administrative territoriale. Janë 2 komisione shumë të rëndësishme, padyshim që mbështes dhe zotin Byllykbashi ka një përvojë të gjatë në të pikërisht në këto komisione. Kuptohet që në duke pak a shumë janë të njëjtat gjëra. Unë uroj shumë që në këto marrëveshje mos të ndodhë siç ka ndodhur zakonisht që në fund, pavarësisht debateve që bëhen për 9 puna për 1 vit apo për 2 vjet në komisione, gjë dhe posta kartonit në fund, siç ka ndodhur shpeshherë, siç ka ndodhur dhe në vitin 2020, siç ka ndodhur në 2021 dhe tani më në 2024, posta kartonit në parlament dhe Partia Socialiste të vendosë reformën. Se me thënë të drejtën, duhet pranojmë faktin që në të gjitha reformat që janë bërë vitet e fundit e fituar në mënyrë të padrejtë, ka dalë Partia Socialiste dhe mbi të gjitha nuk duhet të harrojmë pikërisht vendimin e atëhershëm për prishjen e koalicioneve parazgjedhore. Në mendimin tim, kjo është një pikë e cila nuk mund të tolerohet, nuk duhet të tolerohet, nuk duhet të ishte toleruar dhe në atë kohë që të prishen koalicionet parazgjedhore. Mos harrojmë që në të vit Partia Socialiste fitoi zgjedhjet me 48% votave. Por mbi të gjitha duhet të ndryshohet edhe si koncept. Unë kam thënë dhe më parë, pikërisht dhe me ju, me sa më kujtohet që është pa pranueshëm që ky kod zgjedhor që kemi sot dhe ky sistem zgjedhor të marrë mandate të pamerituara. Sot Partia Socialiste, gjithse ka 52%, që edhe ato nuk i ka, se ne edhe sikur të ishin të rregull, që realisht nuk i ka, nga 52% të votave duhet të kishte maksimumi 73 mandate. Sot ka 83 mandate, dhe për arsye të sistemi zgjedhor që është një sistem i papranuar. Me thënë të drejtën, të dyja partitë i kanë rënë në qafë pikërisht një numër votash që duhet shkojnë për partitë e vogla, janë 250.000 dhe kanë marrë 7 mandate në sa më kujtohet, janë vota proporcionale të cilat duhet të jetë në një mënyrë që të shkojnë aty ku duhet. Zoti Cara, a mbështesni ju propozimin e majorancës socialiste që numri i deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë të ulet nga 140 që është aktualisht në 101 deputet? Kam asnjë problem të pikë, absolutisht që në qoftë se do të ishte edhe 100 deputet, nuk është ky problemi që më shqetëson. Megjithatë në këtë moment më shqetëson pikërisht ajo që quhet gare barbare. Nuk mundet që ai që të vejmë veton dhe vendosin pikërisht se kanë numrin karton. Nuk ka rëndësi se sa deputet do dalë. Edhe 100 është e pranueshme, sepse në qoftë se ne mendojmë që bëhet 100 se edhe më pak, ne ta bëjmë dhe parlamenti dhe më pak. E rëndësishme është që të jetë një parlament që të ketë dalë nga një zgjedhim zgjedhjesh normale, të rregullta, kur votat jetë lirë dhe e pranuar nga të gjithë. Dhe kjo është mbi të gjitha principi i zgjedhjeve në demokraci. Sepse nuk mundet të thotë që rregullat vendosin është një një garë, ku marron kampionatin, pra ekipi fitues të vendosë nga rregullat për kampionatin atë. Në Partia Socialiste këtë ka bërë. Në fakt i ka vendosur gjithmonë bashkë me ju, zoti Cara, mos ta harrojmë. Asnjëherë nuk i ka vendosur, gjithmonë. Edhe në korrikun e kaluar ju ngritët kartonin dhe votuat ndryshimet për kodin zgjedhor, të cilat në asnjë mënyrë, aq më tepër me sa mandate kishte PS-n atëherë, nuk i bënte dot pandimën tuaj. Jo, atëherë duhet pranojmë që nuk flasim për sistemin zgjedhor. Dhe edhe në qoftë se pastaj për efekt të votave të sistemit votave është bërë, për mua është një gabim i cili është i patolerueshëm, nuk duhet tolerohet.
Pikërisht ato pikat që thash. Dhe pyetja e fundit ka të bëjë me territorialen, se duhet flas më pas me të thuarit në vazhdim pak edhe për Kosovën, po për të ndalur këtu së bashku për reformën territoriale. Duhen më pak bashki nga 61 dhe 12 qarqe sa që është aktualisht, apo Partia Demokratike ka një tjetër propozim ndoshta për të rikthyer tek komunat që keni patur dikur kur ju drejtonit Shqipërinë? Jo, unë mendoj që mbi të gjitha reforma territoriale duhet ta bëjë më të aksesueshëm për qytetarë. Kjo nuk është thjesht punë numrash. Pavarësisht të që diskutimin shpesh kthehet në numra. Ne kemi parë që njësia administrative me pak banorë janë të ndarë dhe kemi njësi tmerrësisht të mëdha, të cilat nuk administrohen mirë. Pra, unë do të dalë reforma e kaluar, nëse kujtohet, kishte dy parime, shumë parime, po dy nga kryesorët ishin ato të paktën turmetohen nga Partia Socialiste, ishte shërbimi, që ishte më i mirë, duhet ishte më i mirë dhe penzimet pra për numrin e punonjësve do të ishte më pak. Të dyja këto, sidomos numri i punonjësve, për shembull, nëse do të kapim dorsin, nëse do të mbledhin të gjitha numrin e të gjithë administratës së asaj kohe të njësive administrative, është më i vogël se çka sot bashkia Durrësi për të njëjtën sipërfaqe të cilën kanë në kontroll. Dhe me të gjitha, shërbimet, sidomos për zonat periferike, sot janë në pikë të mjerueshme të thoja, kur ato nuk marrin shërbim për shumë element të jetës tyre. Dhe kjo gjë duhet ndryshojmë. Mbi të gjitha nuk është thjesht sa do të kemi, por a shkojmë dot ne te qytetarët që jeton në pikën më të largët të njësisë administrative, ja plotësojmë dot të gjitha shërbimet, se kjo është mbi të gjitha, shërbimi ndaj qytetarit. Nëse do ta fokusojmë thjesht në punë numrash, sa njësi administrative, kjo besoj që nuk është debat që i vlen qytetarit. Por qytetarit pagan si ka sa njësi administrative ka gjithë Shqipëria. Për ato është rëndësishme i merr apo jo shërbimet që duhet marrin nga bashkia apo komuna në rast të caktuar. Shumë faleminderit për këtë minuta, zoti Cara. Faleminderit për jush. Ishim me deputetin e Partisë Demokratike, me zotin Igli Cara. Pas vetëm një ndërprerje të shkurtër do të rikthehemi dhe të flasim për Kosovën, çfarë po ndodh atje, pasi Albin Kurti ditën e dieshme dështoi të formonte qeverinë Kurti 3, e me gjas një dështim të tillë do ta ketë edhe opozita, sepse ata janë pyetur për këtë çështje dhe thonë se do të shkojnë në zgjedhjet parakoshme. Një ndërprerje shkurtër dhe flasim me një deputet të Partisë Demokratike të Kosovës.